Spitali i pediatrisë pajiset për herë të parë me ashensor 42 vjet pas ndërtimit të tij. Prindrit dhe fëmijët kanë hasur mjaft vështirësi për të lëvizur në shkallët e këtij spitali, ndërsa shpesh herë vonesat në marrjen e shërbimit kanë shkaktuar jo pak probleme për pacientët. Vetë kreu i shëndetësisë Petrit Vasili pohoi se ky investim në infrastrukturën e ndërtesave të spitaleve do të sjellë shpejtësi në shërbim, gjë për të cilën pacientët kanë pasur mjaft pakënaqësi dhe ankesa. Gjithë investimet tona shkojnë për ato që janë elementet thelbësor të shërbimit dhe kuptoni që pa një sistem ashensorësh, lëvizja e pacientëve, e smurëve rënd, por dhe e familjarëve vështirësohet në mënyrë të jashtëzakonshme dhe jo në pak raste ne kemi pasur vështirësi edhe në shpejtësisë së shërbimit brenda spitaleve. Synimi ynë do vazhdoj të jetë plotësimi i çdo elementi që lehtëson punën e përditshme, që largon të gjitha ato që janë vonesat e panevojshme, por njëkohësisht dhe që krijon dhe pakënaqësi dhe mërzi në ata që marrin dhe përfitojnë shërbimet tona. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë vendosur gjatë viteve të fundit 18 ashensor të rinj, 6 prej të cilëve janë instaluar për herë të parë në shërbime ose janë rikthyer pas shumë vitesh mungesë, kurse të tjerët i përkasin spitalit të ri. Investimi për 6 ashensorët, vendosja e të cilëve u planifikua nga Fondi i Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2011, kap shifrën e rreth 26 milion lekëve të reja. Ashensorët janë vendosur në spitalin e pediatrisë, ato të sëmundjeve të brendshme, neurologjisë, si dhe te kirurgjia e përgjithshme.